Presidenti serb Aleksandar Vučić ka humbur për krajen edhe nga aleatët e tij tradicional për shkak të qëndrimeve gjithnjë më të paqarta dhe konfrontuese ndaj Kosovës. Sipas gazetës luksemburgase Tagesbal, marrëdhëniet e tij me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan janë ftohur dukshëm pasi Vučić reagoi me ashpërsi ndaj furnizimit të Kosovës me dron nga Turqia, veprim që sipas medias e ka përçuar një aleancë të gjatë politike mes dy liderëve autoritar. Në këtë analizë të gjatë dhe kritike, gazeta paraqet fakte që tregojnë se Vučić po e humb gjithnjë më shumë kredibilitetin si brenda Serbisë, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Ai po e shtyn vendin drejt izolimit përmes një politike të paqëndrueshme që përpiqet të balancojë interesat mes lindjes dhe perëndimit, por pa arritur të ruaj besimin e asnjërs palë. Gazeta përkujton se gjatë vizitës së fundit në Beograd, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dha një mesazh të qartë Vučićit. Ju e dini se hendeku në rritje mes demokracive dhe autokracive, ne mbrojmë lirinë dhe jo represionin, partneritetin dhe jo nënshtrimin, diplomacinë dhe jo agresionin, ka thënë Ursula von der Leyen në Beograd. Sipas kësaj media, Serbia, një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, po ecën në një tel të hollë mes Bashkimit Evropian dhe aleatëve lindor si Rusia dhe Kina, por kjo strategji po çon drejt izolimit dhe humbjes së ndikimit diplomatik përfshirë dhe çështjen e Kosovës. Gazeta rikujton dhe strategjinë e dikurshme të presidentit Boris Tadić për 4 shtyllat e politikës së jashtme serbe, marrëdhënie me BE-n, Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën. Por në udhëheqjen e Partisë Progresive Serbe, që nga viti 2012, Beogradi është treguar gjithnjë më pak i interesuar për vlerat e Bashkimit Evropian dhe pse përfiton nga fondet dhe tregu i saj përbashkët. Tashmë, thot kjo gazetë, Vučić ka humbur edhe për krajen nga Shtetet e Bashkuara. Administrata e re amerikane ka vendosur sanksione ndaj kompanisë serbe të naftës për ta detyruar Serbinë të heqë dorë nga kontrolli i Gazpromit rus. Ndërkohë Moska është e pakënaqur me shitjen e armëve nga Serbia drejt Ukrainës dhe vendeve të tjera, duke trajtuar Vučićin me mosbesim. Këto zhvillime e kanë përkeqësuar pozicionin e Serbisë dhe në raport me Kosovën, ku Beogradi po i gjen veten gjithnjë më të izoluar. Marrëdhëniet e tensionuara me Turqinë, një nga fuqitë rajonale me ndikim në Kosovë, janë një tjetër sinjal i qartë se politika e jashtme e Vučić po dështon. Në fund, kjo gazet citon edhe hulumnistin serb Ranko Pavljanić, i cili e përshkruan Vučićin si një lider që përpiqet të rri pak në përqafimin e arushës ruse, pak në kthetrat e dregojt kinez dhe pak në shalën e Xhaxhamit, ndërsa Brukselin, vendin ku Serbia e ka vendin, e neglizhon. Rezultati, një katastrofë diplomatike dhe politike për Serbinë dhe Aleksandar Vučić.